4 grupe kriminale janë goditur nga antidroga e Tiranës, ku prej disa muajsh ishin në hetim pasi dyshohet se ishin të përfshirë në shitjen e lëndëve narkotike. Mega operacioni nisur nga Blut e Tiranës, i koduar bloku 33, ka arritur që të dokumentoj 33 persona të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. 25 prej tyre janë arrestuar, ndërkohë 8 të tjerë janë ende në kërkim nga policia. Kryesisht grupet kriminale shpërndanin dhe shisnin drogë në lokalet më të famshme të zonës së ish-bllokut. Në mesin e të arrestuarve janë banakjer dhe kamarier të këtyre lokaleve, pasi rezultuan të përfshirë në këtë aktivitet. Klientët e tyre kryesisht ishin personat e njohur dhe frekuentuesit e jetës së natës, jo vetëm në ish-bllok, por droga shitej dhe në zonat e tjera të Tiranës, si në Selit, Shkolla Bashkuar e të tjerë. 2 vëllezërit arrestuar, Durim dhe Artur Gurzi, ndërkohë vëllai i tretë është ende në kërkim, janë persona që siguronin kokainën dhe më pas e shpërndanin tek personat e tjerë të grupit. Gjatë kontrollit fizik të personave të arrestuar dhe kontrolleve në banesë, janë gjetur dhe sekuestruar afërsisht 2 kg kokainë, 450 gram heroin, 2 pistoleta, 29 celular, 6 automjete, 4 peshore elektrike, si dhe shumë të mëdha parash në lekë dhe në euro. Ndërkohë antidroga e Tiranës po vijon hetimet për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.